Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of fate. Let's take a change. Why be afraid of fate? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Të nderuar pjesëmarrës të Këshillit të 6 të Përgjithshëm të Gruas për Lëvizjen. E nderuara ushtruese e detyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës, njëherët kryetare e Kuvendit Republikës Kosovës, si dhe kryetare e Gruas për Lëvizje, zonja Albulena Haxhiu. I nderuari kryeministër i Republikës së Kosovës, njëherët kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, zotri Albin Kurti. E nderuara nën kryetare e Lëvizjes Vetëvendosje, Asambleiste e Komunës së Prishtinës, zonja Mrika Limani Myrtaj. E nderuara zonja Agnesa Kastrati, sekretare e Gruas për Lëvizje, sekretare e përgjithshme e Gruas për Lëvizje. Të nderuar aktivistë dhe bashkaktiviste, e nderuara zonja Ardita Sinani, kryetare e Komunës Preshevës, të nderuara deputete dhe përfaqësuese të Vlenit nga Maqedonia Veriore, të subjektit Vlen, të nderuara ministre, zavens ministre, deputete, aktiviste, asambleiste, gjitha ju zyrtare që mbani pozitat larta, qoftë në subjektin e lëvizjes apo edhe në institucione tjera të rëndësishme shtetërore, si dhe të nderuara vajza dhe gra që sot do t'i bashkangjiteni subjektit ton Lëvizja Vetëvendosje. Më lejoni në fillim vetëm t'i them disa fjalë. Zëri i një gruaje në politik nuk është vetëm opinion. Është një forcë që ndryshon realitete. Vazhdoni të ecni përpara, sepse çdo hap i juaj hap rrugën për gjeneratat që vinë. Mos prisni leje për të ndryshuar botën. Merreni hapësiren që ju takon dhe bëjeni zërin tuaj të dëgjohet në çdo tryezë vendimarrjeje. Andaj, deshta t'i përmendje dhe dy zonja këto që në mënyrën e vetë kanë bërë revolucion, zonja Shuhrete Tahiri,
të mbjetuaren e dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë që guxoj krahas zonjës Vasfije të del dhe ta denoncoj krimin më të madh kundër njerëzimit. Por edhe një zonjë e cila që në moshën hershme, qysh e mbajnë me në moshën 16 veçare, edhe ajo bëri një revolucion dhe sot është një yll i njohur, jo vetëm Kosovë, por edhe ndërkombëtarisht zonjën Adelina Ismail. Atëherë më lejoni që fillim të amiratojmë rendin e ditës, duke qenë se besoj të gjithë me kohë e keni marrë, prandaj juftoj që me një votë formale, me qenë se edhe pse ne ndodhemi para një procesi tepër të rëndësishëm elektoral, pra pak ditë më vonë do të kemi hapjen e fushatës, megjithatë ne kemi disa procedura në këshillin tonë, andaj juftoj që ta miratojmë fillimisht rendin e ditës. Kush është për rendin e ditës të cilin e keni pranuar? Ju falenderoj, a ka kundër, abstenim? Konstatoj që me shumicë votash u miratua rendi i sotëm i ditës. Po ashtu, për të qenë gjitha procedurat në rregull, juftoj që të votojmë për 2 procesmbajtësit e propozuara. Zonja Brunilda Gjura dhe zonjusha Nazane Kërveshi janë të propozuara që të jenë 2 procesmbajtësit të takimit të sotëm. Ju lutem që me ngritje dorës ta votojmë këtë propozim. Kush është për? A ka kundër apo abstenim? Konstatoj që nuk ka dhe me shumicë votash 2 procesmbajtësit të takimit të sotëm, pra do t'jenë zonja Brunilda Gjura dhe zonjusha Nazane Kërveshi. Tash kam një ndirë t'jashtëzakonshëm, taftoj një zonjë, e cila siç e thash edhe në fjalën ynë se mban shumë pozita të rëndësishme në Republikën e Kosovës, por roli më i rëndësishëm që sot mban para neve është që është kryetare e gruas për lëvizje, andaj në emër të grave në lëvizje e ftoj që ta përshëndet takimin e sotëm. Zonja Albulena Haxhiu. Nderuar doktoresh Fatmire Mulhaxha Kolçaku, faleminderit për fjalën, por po ashtu edhe për udhëheqjen e mbledhjes së 6 të Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës Gratë për Vetvendosje. I nderuar kryetar dhe kryeministri i Republikës Kosovës, zotri Albin Kurti. Ministret e kabinetit qeveritar, Saranda Bugujevci, Mikja ime, zëvendës ministret kabinetit, e nderuara nënkryetare lëvizjes vetvendosje, zonja Amrika Limani Myrtaj, të nderuara delegate të Këshillit të Përgjithshëm, aktiviste të lëvizjes vetvendosje që nuk ndaleni asnjëherë dhe anëtare të reja të vetvendosjes, mirë se keni ardhur në lëvizjen vetvendosje. E dashur kryetare Ardita Sinani, mirë se ke ardhur në këtë mbledhje të rëndësishme, prania juaj na nderon. Deputete të Vlenit, përfaqësuese të Vlenit, mirë se keni ardhur po ashtu. Lejoni që ta përshëndes Shyretën, që njëherët është edhe e deleguar e posaçme e presidencës për të adresuar kauzën e dhunës seksuale gjatë luftës. Shyrete, faleminderit që je bashkë me neve. Po ashtu e përshëndes edhe ikonën e muzikës, Adelina Ismailin. Adelina e din që edhe unë jam rrit me këngët e saj, shumë prej tyre ende i mbajnë mend, e i di përmendsh, kështu që faleminderit që na ke nderu në këtë mbledhje të rëndësishme. Kandidatet të listës së fitores, listës më të mirë për zgjedhjet e 7 qershorit, ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim.
Më vjen shumë mirë që po takohemi sot bashkë, sigurisht që do dëshironim që kjo mbledhje e Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s të mbahej në rrethana krejtësisht të zakonshme politike, të ishte një nga ato mbledhjet tona të gjata në të cilat flasim për organizimin, për fuqizimin e grave, për planet tona politike dhe për angazhimin ton për barazi gjinore. Do të dëshironim që energjin ton të përqendronim plotësisht të puna, të adresimi politikave feministe dhe të vizioni ynë për gratë dhe vajzat e Republikës Kosovës. Por, fatkeqësisht, realiteti politik në cilin ndodhet sot vendi ynë ka krijuar një situatë tjetër. Një situatë të imponuar nga një opozit që ka shndruar blokadën në metodë politike dhe pengimin institucional në strategji. Një opozit që po e përdor mekanizmin për zgjedhjen e presidentit për të bllokuar funksionimin normal të institucioneve dhe për të krijuar tension artificial politik në vend. Pra, kjo situatë nuk ka ardhur sepse na ka munguar vullneti për bashkëpunim, apo për t'i ofruar vendit president me mandat 5 vjeçar, përkundrazi, gjatë gjithë kësaj kohe kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për ta zhbllokuar situatën dhe për t'i dhënë vendit një president. Kemi ofruar bashkëqeverisje, por nuk deshtën. Pastaj na akuzuan se po donim t'i mbanim të 3 pozitat kryesore të shtetit, kur treguam gatishmëri për kompromis dhe ofruam edhe pozitën e kryeparlamentarit, prap refuzuan. U përpoqëm të gjejmë rrugë të tjera, u tham hajdeni e ulemi, dakordohemi, edhe për president konsensual, as këtë nuk e pranuan. Në fund, refuzuan, madje edhe që të propozonin 3 emra e nga ta të zgjidhej një kandidati pranueshëm për të gjithë. Sërish refuzuan. Edhe kur ne propozuam një figurë të respektuar dhe me integritet, si Feride Rushiti, reagimi i tyre ishte refuzimi menjëhershëm dhe thirrja publike që ajo të tërhiqej nga gara, në vend që të ishte kundërta. Pra, problemi është që bloku opozitar nuk e pranoi rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, nuk po e pranojnë që qytetarët ja kanë dhënë besimin Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Por ata të cilët e refuzojnë verdiktin e qytetarëve do ta marrin përgjigjen edhe një herë, kjo ditë do t'jetë 7 qershori. Por të dashura vajza dhe gra, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në anën e qytetarëve, sepse askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng shtetin vetëm sepse nuk i pëlqen rezultati zgjedhor. Pikërisht në këto rrethana, organizimi merr rëndësi edhe më të madhe, sepse sa herë që politika e vjetër përpiqet ta mbajë peng Republikën, gratë e lëvizjes sot bëhen forca që lëviz përpara. Në momente të tilla, mobilizimi ynë si GVV, si aktiviste politike, bëhet edhe më i nevojshëm. Kur e kemi themeluar organizatën Gratë për Vetëvendosje, në organizimin tonë kemi ndërtuar mbi 2 parime themelore, të shprehura edhe në manifestin tonë, organizimin nga skajet drejt qendrës dhe solidaritetin gjinor. Dhe pikërisht te ky parim i parë ndodhet një nga betejat më të rëndësishme politike e shoqërore të kohës sonë, sepse demokracia nuk mbahet vetëm me institucione që kemi në qendër, por me fuqinë që kanë vajzat e gratë në periferi për të marrë pjesë, për të vendosur dhe për të qenë pjesë e jetës publike. Të gjitha analizat dhe sondazhet tregojnë se vazhdojmë të kemi një dallim të madh në pjesëmarrjen politike mes burrave dhe grave, por edhe mes vetë grave. Gratë nga zonat rurale vazhdojnë të dalin më pak në votime, të kenë më pak qasje në organizim politik dhe më pak hapësirë në pjesëmarrjen publike. Kjo është pasojë e një rendi patriarkal që për më shumë kohë e ka mbajtur gruan larg vendimarrjes dhe ka kufizuar rolin e saj brenda mureve të shtëpisë. Patriarkati gjithmonë ka pasur frikë nga gruaja që merr pjesë,
nga gruaja që organizohet dhe nga gruaja që voton me vetdije politike dhe pa asnjë imponim. Prandaj, organizimi ynë duhet të jetë aty ku gratë janë mbajtur historikisht larg politikës dhe larg zërit publik, pra në përfshatra, lagje, periferi dhe në çdo hapësirë ku grave është mësuar heshtja si rol shoqëror. Ne kemi detyrë politike dhe shoqërore që ta kthejmë pjesëmarrjen e grave në forcë kolektive, në organizim dhe në vetdije për fuqinë që ato kanë, sepse sa herë një grua del votoj me bindjen e saj, ajo zgjeron hapësirën e lirisë për veten dhe për gra tjera dhe ju e dini që sidomos në këto zgjedhjet e fundit të vitit të kaluar dhe jo vetëm, lëvizja vetëvendosje është mbështetur më së shumti nga vajzat dhe gratë, prandaj më lejoni që t'ju falenderoj juve, por edhe të tjerave që nuk janë mes nesh për gjithë mbështetjen e madhe që na kanë dhënë ndër vite. Pra të dashura vajza dhe gra, delegate të Këshillit Përgjithshëm, mysafire të nderuara, për shumë gra në Kosovë, sidomos për gratë në zonat rurale, kutia e votimit mbetet podiumi i parë dhe më i rëndësishëm politik. Është momenti kur zëri tyre bëhet publik, kur vullneti tyre bëhet vendim dhe kur prania tyre bëhet pjesë e Republikës. Prandaj beteja për daljen e grave në votime është betejë për emancipim, sepse një republik ku gratë marrin pjesë masivisht është republik më demokratike, më e drejtë dhe më e lirë. Parimi ynë i dytë është solidariteti gjinor, solidariteti mes grave që organizohen, që garojnë dhe që përfaqësojnë qytetarët e Republikës. Për ne si aktiviste politike, kandidatja tjetër kur nuk është parë si rivale, por si bashkëlltare në një betejë të përbashkët për barazi, mirëqenie dhe zhvillim. Pikrisht kjo solidaritet e ka bërë organizimin tonë më të fortë dhe më të qëndrueshëm ndër vite. Prandaj unë sot i ftoj kandidatet e listës sonë, listës më të mirë të këtyre zgjedhjeve, që ta ndihmojnë njëra tjetrën, ta mbështesin njëra tjetrën, sepse vetëm kur jemi solidar, pra solidare, pra e mbështesim njëra tjetrën, mund të kemi suksese jo vetëm individuale, por edhe të përbashkëta. Prandaj u ftoj që sa më shumë ta mbështesni njëra tjetrën, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme, por edhe në momentin në të cilën ne jemi. Pra mbi të gjitha, solidariteti ynë duhet mbetet solidaritet me qytetarët e Kosovës, aktivistja e vetëvendosjes, deputetja e vetëvendosjes, gjithmonë ka qenë pranë grave të tjera, pranë punëtorëve jashtë e brenda të shtëpisë, nënave, studenteve, grave në fshatra dhe grave që çdo ditë përballen me padrejtësi sociale e ekonomike. Aktivistja jonë, deputetja e vetëvendosjes, nuk ka qenë figurë e shkëputur nga jeta e qytetarëve, por zë i tyre në institucione. Kështu duhet të vazhdoj të jetë gjithmonë. Ne nuk ndërtojmë politikë të distancuar nga njerëzit, ne ndërtojmë politikë që lind nga përvoja e grave, nga jeta reale e qytetarëve dhe nga nevoja për drejtësi e dinjitet. Sa më e fortë lidhja mes grave në institucione dhe grave në komunitet, aq më e fortë bëhet Republika jonë dhe aq më e thellë bëhet demokracia në Kosovë. Me këto dy parime themelore, pra, me organizimin nga skajet drejt qendrës dhe me solidaritetin gjinor, si gra aktiviste duhet arrisim punën dhe mobilizimin në çdo lagje e në çdo fshat të Kosovës. Duhet jemi kudo ku janë gratë dhe vajzat e Republikës, kudo ku kërkohet organizim, energji dhe besim për fitoren tonë të radhës, sepse fitoria ndërtohet pikrisht aty, në komunitet mes qytetarëve dhe në organizimin e grave që lëvizin bashk përpara. Çdo aktiviste ka fuqinë ta mobilizojë lagjen, fshatin e po ashtu edhe komunitetin. Në fund, të dashura vajza dhe gra, këto zgjedhje janë përballje mes dy vizioneve. Një vizion që synon ta mbajë vendin blokad në krizën pengesat vazhdueshme dhe vizionit ton që beson në Republikën, në zhvillimin, në drejtësinë sociale dhe në fuqizimin e grave. Sot, më shumë se kur, fitoria e vetëvendosjes është domosdoshmëri për Kosovën, është domosdoshmëri për vazhdimin e punëve të mira e që të ecim përpara bashk. Prandaj më 7 qershor,
le ta shndrojmë organizimin tonë në fitore të madhe qytetare, edhe më të madhe sa ajo e 28 dhjetorit të vitit të kaluar. Le ta mbushim Kosovën me energjinë e grave të lëvizjes, me energjinë e grave të Kosovës. Le të dalim masivisht në votime në çdo lagje, në çdo fshat, sepse kur gratë mobilizohen, fiton lëvizja. Kur gratë organizohen, fiton Republika. E kur gratë fitojnë, fiton e gjithë Kosova. Ju uroj shëndet e punë të mbarë, na presin shumë aktivitete, por jam shumë e bindur në vullnetin e hekurt që kemi si organizat, por edhe si aktiviste politike. Faleminderit. E falenderojmë shumë kryetarën e gruas për vetëvendosje për këtë fjalim kaq përmbajtësor, frymëzues, por edhe me komponentën mobilizuese, me qenë se ajo vërtet tani na gjitha kemi nevojë që dikush na mbështet me këto fjalë të cilat vërtet na frymëzojnë. E kur jemi të mbështetja, kam nderin e veçantë ta ftoj një lider që tashmë është i njohur jo vetëm në Kosovë, po na kanë lakmi edhe gjitha vendet për mbështetjen që jep barazis me theks të barazia gjinore. Ftoj për një fjalë rasti kryeministrin e Republikës së Kosovës, njëherët kryetarin e vetëvendosjes, zotri Albin Kurti. Të nderuara delegatët të Këshillit të Përgjithshëm të Grave për Vetëvendosje, e nderuara kryetare e GVV-s Albulena Agjiu, njëherëzi dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe ushtruese e detyrës së Presidentes Republikës, e nderuara kryetare e Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s dhe deputetja jon doktoresha Fatmire Mulhaxha Kolçaku, e nderuara sekretare e përgjithshme e GVV-s, zonja Agnesa Kastrati, e nderuara nënkryetare e lëvizjes sonë, profesoresha e historisë, Mrika Limoni Myrtaj, të nderuara mysafire që na keni ardhur dhe na keni nderuar sot nga Lugina e Preshevës dhe nga Maqedonia e Veriut, është me neve Ardita Sinoni, kryetare e Preshevës, pastaj Merita Kolçi Koçazhiku, deputete e Vlenit në Kuvendin e Maqedonisë Veriut, është Venera Azizi, zëdhënëse e qeverisë, pas 35 vjetëve ka shqiptare që është zëdhënëse e qeverisë Maqedonisë Veriut. Naime Islami Zeqiri, përfaqësuese e Forumit të Gruas Vlenit, e nderuara e mbijetuar dhe qëndrëstare e Jona Shyrete Tahiri, e nderuara ikone muzikës Adelina Ismaili, e nderuara Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës e Turizmit, zëvendës Ministre e Ekonomisë nga partia ku zot Riera Kasumi, të dashur aktiviste, gra e vajza, kur flitet për angazhimin politik, zakonisht përmenden strukturat, shtabet, koordinimet apo fushatat. Mirë po, se cila që ka kaluar qoftë edhe një periudhë të vetë me angazhimin lëvizjen tonë, e di që puna e vërtet politike zhvillohet diku tjetër. Në teren, në lagje, në bisedat të përditshme me qytetarët dhe në mbajtjen gjallë të lidhjes me njerëzit edhe atëherë kur është më e vështirë. Ka dallim mes një partije
që aktivizohet vetëm gjatë zgjedhjeve dhe një organizate politike që ndërtohet për shumë vite me radhë. Vetëvendosja është ndërtuar me durim e përkushtim, me shumë punë e shumë këmbgulje, me njerëz që kanë trokitur derë më derë, që kanë diskutuar me qytetarë dhe që kanë mbajtur gjallë bindjen se politika duhet të jetë në shërbim të shumicës e jo privilegj i pakicës. Dhe këtë e shohim edhe sot. Lëvizjes po i bashkohen vajza e gra të grup moshave dhe profesioneve të ndryshme. Studente, asistente në arsim, inxhiniere, ekonomiste, gra të angazhuara në kulturë e fusha të tjera të jetës shoqërore në vendin tonë. Kjo tregon diçka të rëndësishme për vetë lëvizjen. Kur një organizatë arrin të lidh breza, profesione dhe përvoja të ndryshme jetësore, atëherë ajo nuk mbetet vetëm një strukturë politike, por bëhet organizim shoqëror. Ka periudha kur organizatat politike mbahen nga strukturat. Por ka dhe periudha më të rënda, kur mbahen nga njerëzit që nuk largohen. Dhe kush kanë qenë shpesh njerëzit që kanë vazhduar të qëndrojnë aty edhe kur është bërë më vështirë. Në shumë prej atyre momenteve, gratë kanë qenë ndër njerëzit më të qëndrueshëm të kësaj lëvizje. Jo sepse e kanë pasur më lehtë, përkundrazi. Shpesh e kanë pasur më vështirë se të tjerët, por e kanë kuptuar se organizimi nuk mbahet vetvetiu. Mbahet nga njerëzit që vazhdojnë të qëndrojnë aty. Ato e kanë ditur gjithmonë, ato që ne e themi jo vetëm sot, kush qëndron fiton. Në politik, zakonisht shihet ai ose ajo që mbon fjalimin, që del në televizion, apo që përfaqëson institucionin. Më pak shihet puna e gjatë që e bën të mundur vetë mbledhjen, aktivitetin apo fushatin. Dhe shpesh pikërisht atë pjesë të padukshme e mbajnë gratë. Secila prej jush e di se si duken javët e fundit para zgjedhjeve në një qendër televizjes. Telefonata pa fund, lista të aktivistëve, organizim transporti, takime në lagje, gra që kujdesen që aktivitetit të mbahet, që njerëzit të mos harrohen dhe që puna të mos shpërbëhet nga lodhja. Ka aktivistit lëvizjes që për vite me radhë e kanë mbajtur gjallë organizimin në lagjet e tyre pa kërkuar pozit, privilegje apo vëmendje publike. Kanë qenë aty në secilin fushat, në secilin aktivitet dhe në secilin derë ku është dashur të trokas lëvizja. Shumë prej jush e keni ndërtuar këtë lëvizje në kohë kur angazhimi politik sillte kosto personale, paragjykime denigruese, e sulme të vazhdueshme. Për gratë kjo barë ka qenë edhe më e rëndë. Ka pasur periudha kur gratë e lëvizjes janë sulmuar shumë për mënyrën se si flasin, si duken apo si sillen, sesa për vetë idet a mendimit e tyre politike. Dhe me gjithë këto kanë vazhduar të jenë ndër njerëzit më të qëndrueshëm të kësaj organizate. Aktivistja politike në lëvizje rrallë herë e ka pasur luksin të merret vetëm me politikë. Shpesh ka dalë nga puna dhe ka shkuar drejt në aktivitet. Ka qenë teren gjithë ditën dhe prapu është përgjigjur telefonatave deri vonë në mbrëmje. Është lodhur, por ka vazhduar, sepse ka ndjerë që kjo organizat është ndërtuar edhe nga mundi i saj dhe se progresi varet edhe nga kontributi i saj. Sepse gratë din nga përvoja personale që një pjesë e madhe e punës që e mban gjallë jetën e përditshme, familjen dhe vetë shoqërinë, shpesh mbetet e padukshme dhe e panjohur. Të nderuara pjesëmarrëse të Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s, ekonomia zakonisht matet me prodhim, fitim apo rritje, por një pjesë e madhe e jetës mbahet nga punë që nuk shfaqen në statistika.
kujdesi për familjen, për fëmijët, për të moshuarin dhe për shtëpinë. Dhe kjo barë vazhdon të bjerë kryesisht mbi gratë. Ndonjëherë padrejtësia më e madhe ndaj grave nuk është vetëm puna më e madhe, por mungesa e kohës. Mungesa e kohës për pushim, për veten, për qetësi dhe për jetë jashtë obligimeve. Dhe si mund të ketë pjesëmarrje të barabartë në shoqëri, kur një pjesë e madhe e grave vazhdon ta mbajë barrën kryesore të jetës së përditshme. Pikërisht për këtë arsye, qeverisja nuk mund të ndahet nga jeta e përditshme, kur mbështeten lehonat, kur rriten shtesat për fëmijët dhe kur investohet në qerdhe publike, nuk bëhet fjalë vetëm për politika sociale. Bëhet fjalë për përpjekjen që barra e kujdesit dhe mbijetesës të mos bjerë vetëm mbi gratë dhe familjet. Prapa secilës prej këtyre politikave publike, ekziston një realitet që shumë gra në Kosovë e njohin mirë privatisht e personalisht. Në përtakime me gra në lagje, në fshatra apo në qytete, rrallë dëgjon ankesa abstrakte për politikën. Dëgjon shqetësime konkrete. Çmimet, kujdesin për fëmijët, kushtet e punës, mungesën e kohës dhe brengën për të ardhmen. Sot në Kosovë ka shumë gra që planifikojnë javën duke llogaritur çmimet në market, faturat dhe shpenzimet e shtëpisë para sa ato të mendojnë për veten e tyre. Dhe pikërisht për këtë arsye në shumë vende të botës sot po flitet për një krizë të kujdesit, për barrën e përditshme që po bëhet gjithnjë më e rëndë për familjet e sidomos për gratë. Kjo nuk është vetëm çështje individuale, është çështje kolektive, shoqërore dhe politike. Kur njerëzit jetojnë nën presion ekonomik, pas siguri dhe mbi ngarkesë, ndryshon edhe mënyra si marrin pjesë dhe përmasa sa marrin pjesë në jetën publike e shoqërore. Ka njerëz e grupe, fatkeqësisht, që përfitojnë nga një shoqëri e lodhur, e fragmentuar dhe pa besim në organizimin kolektiv. Sepse njerëzit që mezi e përballojnë jetën e përditshme kanë më pak kohë, më pak energji dhe më pak mundësi për pjesëmarrje shoqërore e politike. Shoqëritë disi të lodhura organizohen shumë më vështirë. Dhe kjo nuk ndodh rastësisht. Ka përpjekje që politika të kthehet në cinizëm, në lodhje dhe në bindjen se nuk ja vlen me që asgjë nuk ndryshon ashtu kështu. Kujt i konvenon kjo? Kush përfiton nga kjo? Kur njerëzit e humbin besimin të organizimi kolektiv, atëherë politika mbetet në duart e atyre që gjithmonë e kanë trajtuar si pushtet e pasurim për vete, e jo si shërbim për interesin publik e shumicën. Në Kosovë, për vite me radhë, shumë njerëz janë mësuar ta shohin politikën si privilegj, si pazar edhe si burim i zhgënjimit të vazhdueshëm. Pikërisht për këtë arsye, organizimi ynë ka pasur gjithmonë rëndësi më të madhe se sa vetëm zgjedhjet, se sa vetëm fushatat për zgjedhje. Dhe kjo bëhet edhe më rëndësishme në një kohë kur përplasjet politike në Kosovë po bëhen gjithnjë e më agresive, kur inati dominon mendimin, ndërsa shumë energji harxhohet për blokada, tensione dhe luftë politike të përditshme në formën e polemikave të kota. Pikërisht në kohë të këtilla bëhet më rëndësishme që të ruhet lidhja me qytetarët dhe me problemet reale të tyre, sepse njerëzit nuk jetojnë nga dramat politike. Jetojnë nga shqetësimet konkrete, duke u përballur me to, dhe përballen me punë, me kujdes për familjen dhe me përpjekjen për të mbijetuar e për të jetuar sa më mirë. Në një kohë kur njerëzit shtyhen drejt izolimit, cinizmit dhe idesë që asgjë nuk ndryshon, vetë organizimi bëhet akt politik. Të organizohesh do të thotë
të bëhesh bashk, të bashkërendohesh, të bashkëpunosh, të bashkëveprosh. Dhe ky organizim në një kohë të këtillë është akt politik. Dhe angazhimi kërkon punë. Çdo ditë kërkon durim, kërkon afërsi me njerëzit, kërkon këmbgulje pavarësisht pengesave. Sepse as familja, as shoqëria dhe as vetë organizimi nuk mbahen vetëm nga fjalët. Shpesh merret afërmendsh gjithë kjo punë që e mban jetën e përditshme funksionale, por pikërisht mbi atë punë të përditshme mbahet edhe vetë shoqëria mbar. Po, përfaqësimi ka rëndësi. Këtu kemi ish deputete e deputete të ardhshme në Kuvendin e Republikës. Mirë po, përfaqësimi nuk shkëputet dot nga nevojat reale të shumicës së grave, sepse kur nuk duhet të rrezikoj që të ngelet vetëm imazh. Në një kohë kur politika shpesh matet me prezencë në studio televizive apo në rrjete sociale, puna reale vazhdohet të mbahet nga njerëz që kalojnë më shumë kohë në terren sesa para kamerave apo pranë ekraneve televizive. Jo pak njerëz sot ne e dim ndihen të lodhur dhe pikërisht aty fillon puna jonë. Mas shumë të punë aty ku duket që ka lodhje. Pikërisht në kohë të këtilla, organizatat politike, sikurse kjo jona, sprovohen vërtet. Sepse është shumë më e lehtë të mbash fjalime sesa të mbash gjallë lidhjen me njerëzit kur ata ndjehen të zhgënjyer dhe pa shumë besim. Javët që i kemi përpara, 3 sosh deri me 7 qershor, kërkojnë sa më shumë prani në terren, më shumë komunikim me qytetarët dhe më shumë angazhim në çdo qendër, sepse politika nuk përparon nga distanca. Kjo bëhet kur njerëzit organizohen e bashkohen. Pikërisht aty duhet të jetë lëvizja jonë, afër njerëzve në dëgjim të shqetësimeve të tyre dhe në mbrojtje të interesit të shumicës. Dhe po ta shohim historinë e lëvizjes son, në momentet më të vështira kanë qenë pikërisht gratë ato që kanë mbajtur organizatën afër qytetarëve, afër terrenit të përvojës dhe afër realitetit të përditshëm të njerëzve. Edhe javët që i kemi përpara kërkojnë pikërisht këtë forcë. Këtë forcë në çdo ditë e orë të tyre, me më shumë prani, më shumë organizim, më shumë këmbgulje, sepse asnjë përparim nuk ndodh e nuk mbahet vetvetiu. E di që ka shumë viktima të padrejtësive e të krimeve të ndryshme në shoqërinë tonë. Prandaj prioritet shtetëror i ynë në mandatin e ardhshëm është reformimi aq i thellë saqë mund ta quajmë transformim të sistemit të drejtësisë. Nga vettingu i gjyqësorit, te prokuroria e re speciale kundër krimit të organizuar dhe natyrisht byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Kujt nuk i përputhen të ardhurat me pasurinë, duhet i merret ajo pasuri e pamerituar. Ju falenderoj shumë dhe punë të mbarë. Falenderoj edhe njëherë kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, jo vetëm për këtë fjalim, por edhe për mbështetjen shumë vjeçare për angazhimin e gjitha vajzave dhe grave në vetëvendosje. Para se ta mbyllim pjesën e parë të takimit dhe duke ju ftuar për një pauzë 10 minutëshe, dua t'i drejtohem shkurt vetëm vajzave dhe grave që sot vetëvendosin për t'ju bashkuar lëvizjes që nuk ndalet. Historia kujton ata që guxuan. Siç për shembull guxoi shqipe Mehmeti Selimi, deputetja dhe bashkëaktivistja jonë kohën kur i duhej vendit. Siç vendosi ministrja jonë
e nderuar Saranda Bogujevci. Sot është radha juaj të lini gjurmë, jo vetëm për veten tuaj, por për të gjitha vajzat dhe gratë, që synojnë e ëndrojnë të jeni aty ku jeni ju sot. Ju falenderoj shumë, një pauzë 10 minutë.